Gjeneta Fetau është mjaft e njohur për portalet e mejtave roz. Deklaratat e saj të drejt për drejta dhe bombastike bën shpesh që ajo të kritikohet, por dhe nga ana tjetër, ajo të admirohet nga fancat e saj. Së fundmi, ish banorja e shtëpisë më të famshme në Kosovë ka shqetësuar fancat e saj, ku ka ndar pamje ku shihej duke marrë infuzion. Fotot ajo i ka ndar nga dhoma luksoze ku po qëndronte për pushime. Sapo ka publikuar këtë foto, fancat janë shqetësuar nga gjendja e saj shëndetësore. Ndryshe, Gjeneta Fetau po vazhdon të qëndrojë aktive në televizion duke marrë pjesë në emisione të ndryshme, si në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Na duhet të rikujtojmë se përsa ko ishte brenda shtëpisë së famshme në Kosovë, ajo zhvilloi një lidhje romantike me Gjesin, lidhje e cila nuk zgjati shumë.